Dua të dëshmoj për të lartësuar dhe për lëvduar emrin e atit ton të dashur qellor. Zoti në një nga profecitë e tij të para më tha se ai do të bënte një mrekulli në jetën time, aq të madhe sa që do të ishte për t'u dëshmuar dhe shumë njerëz do ta njihnin madhështinë e tij përmes asaj dëshmie. Herën e dytë që erdha në kish, ndjeva në zemër dëshirën për të mbyllur syt dhe gjatë lutjes ju drejtova Zotit dhe i thash: Zot, ti je i vetmi që mund të bësh një mrekulli në organet e trupit tim që ka nevojë për shërim, që unë të mund të përmbush dëshirën më të madhe që zemra ime ka pasur gjithmonë, që të bëhem nën. Kështu vëllezër dhe motra, pas disa javësh, në të vërtet pas shumë pak javësh, afërsisht pas 4 javësh, pash një ëndër dhe shija veten duke ushtruar rolin e nënës. Dhe Zoti më lejoi të shihja tiparet e vajzës time. Pash se ishte një vajzë zeshkane me flokë të dendur dhe sy të bukur dhe u zgjova plotësisht e mrekulluar. Pas disa javësh, afërsisht 5 apo 6 javësh, shkova tek mjeku sepse kisha një luksacion, një dalje në njërin shpatull dhe mjekja më tha: "A ka ndonjë arsye tjetër për të cilën keni ardhur për konsult?" Dhe unë i thash se po ndjeja të përziera nga ushqimi. Ajo më pyeti nëse kishte mundësi që të isha shtatzën dhe unë i thash se jo, sepse më kishin shpallur infertile që në moshën 26 vjeçare. Kur për shkak të një deficiti të hipofizës nuk ovuloja. I humba ciklet e mia riprodhuese që nga ajo moshë dhe nuk kisha qenë kurrë shtatzën. Ajo më tha se për të përjashtuar çdo mundësi, duhej të më dërgonte për të bërë analizën dhe kështu vëllezër dhe motra kur mora rezultatin pozitiv kuptova se Zoti kishte vepruar në jetën time në një mënyrë të mrekullueshme. Dhe për herë të parë në jetën time mbeta shtatzën. Megjithatë, ishte një shtatzani me rrezik të lartë, sepse kisha disa diagnoza, diabet shtatzanie, rrezik për preeklamsi dhe mungesë hekuri. Por Zoti ishte gjithmonë me mua, ai kurrë nuk ma lëshoi dorën. Kur ndjeja shumë frikë, i lutesha Zotit dhe i thoja: Zot, ti ma ke dhënë këtë bekim, është gjëja më e madhe që ka marrë ndonjëherë në jetën time, më ndihmo ta ruaj. Dhe Zoti më thoshte vazhdimisht në profeci: jam unë që po veproj në jetën tënde, mos ki frikë, unë jam me ty. Dhe kështu, vëllezër dhe motra, në muaj ngusht, Zoti më lejoi të kem këtë dhuratë të çmuar, jetën e vajzës time pranë bashkëshortit tim. Këtë dëshmoj për të përlëvduar dhe lartësuar emrin e tij. Do të dëshmoj për të madhëruar emrin e atit tim qellor. Vëllezër, që kur isha adoleshent kisha shumë akne dhe puçra në fytyrë, të cilat ishin të mëdha dhe gjithnjë në fytyrë kisha këto njolла dhe shenja. Perëndia në profecinë e tij të shenjtë më thoshte se do më jepte ëndra nëpërmjet të cilave do më udhëzonte dhe do më çlironte, dhe se duhet të isha i vëmendshëm kundrejt çdo ëndre që ai do më jepte. Dhe kështu vëllezër, para 2 javësh pata një ëndër ku po ecja në rrugë dhe një ambulancë ndaloi pranë meje, një person nga stafi mjekësor mu afrua për të më folur. Ky person më dha disa ilaçe dhe më tha se nëse tregohesha i kujdesshëm dhe i vëmendshëm dhe i merrja rregullisht ato mjekime, akne do zhdukeshin nga fytyra ime dhe nuk do shfaqeshin më kurrë, dhe nuk do shija më ëndja apo gunga që shkaktoheshin prej akneve. Unë ëndër pranova t'i marr ilaçet dhe më pas u zgjova nga gjumi. Vëllezër, për nderin dhe lavdinë e Perëndisë, atë ditë kur u zgjova nga gjumi, pash në pasqyrë fytyrën time dhe aknet ishin zhdukur. Lëkura ime ndryshoi në një formë të habitshme dhe shenjat atyre njollave në fytyrë u zhdukën. Dëshmoj për të dhënë nderin dhe lavdinë Zotit.